Shikues nderuar, ju përshëndes zonë njëmi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Ka histori politike që përshkruen me shifra, deklarata dhe sondazhe, edhe ka të tjera që kërkojnë të ndihen të kuptojnë si rrëfimi pashkruar që përshkon dekada për të shfaqur në një marrëveshje të beft. Rasti Fatmir Limaj dhe Albin Kurtit është një prej tyre. Kështu e ka nisur editorialin e tij të fundit analisti Baton Haxhiu, duke theksuar se pakti mes tyre nuk është një kalkulim i zakonshëm koalicionesh. Është më shumë se një bashkëpunim për vota, është një marrëveshje për mbijetesë politike që tenton ta kthejë një armiqësi të hershme në një aleancë që përfshin jo vetëm të tashmen, por dhe zgjedhjet e ardhshme. Në zemër të kësaj marrëveshje është ajo që në tavolinë quhet pako, një paket që nuk përmban thjesht poste, por një projekt për të mos u fundosur të dy në të njëjtën kohë, ka deklaruar Haxhiu. Ai ka kujtuar se para zgjedhjeve të fundit, Fatmir Limaj u ofrua Partisë Demokratike të Kosovës për një koalicion që do të kishte natyrën e një rikthimi në shtëpi, prejardhje e përbashkët ideologjike e rrënjët në UÇK dhe një ndjenjë e përbashkët për humbjet dhe fitoret politike bënin atë rikthim të natyrshëm. Aq i thellë ishte ky afrim sa që Fatmir Limaj ishte gati të shkrihej brenda PDK-s, por historia kishte memorie më të gjatë se ofertat pragmatike, ka shkruar analisti i njohur. Në një kthes të errët të vitit 2011, kur Jakub Krasniqi dhe Fatmir Limaj kishin refuzuar që Bexhet Pacolli të bëhej president, PDK-ja filloi të ndahej për brenda vetes, edhe nga ajo plag nisi nisma. Nëse atëherë dukej si një largim për ego, sot duket një strategji me kosto. Atë kohë nisma mori më shumë se 6% në votime edhe ndihmoi në rrëzimin e qeverisë së PDK-s, duke ja dorëzuar për herë të parë Isa Mustafës postin e kryeministrit. Ky ishte çmimi i një akmarrje të hershme dhe një strategjie pafalje. Por më shumë se sa numrat ishte narrativa që po ndryshonte. Dueti Limaj Haradinaj, të dy nga radhët e UÇK-s, i dha krah diskursit të lëvizjes së vetvendosje kundër PDK-s. Kurti ndërtoi një armë të pamëshirshme diskursive kundër Hashim Thaçit edhe me kohë përthithi dhe një pjesë të elektoratit të LDK-s. Por koha duket se kthehet. Zgjedhjet e 9 shkurtit nuk nxorën fitues. Albin Kurti nuk mund të bëjë qeveri pa votat e opozitës. Koalicioni me AK ndihmoi që nisma të marrë 3 deputet, mjaftueshëm për t'i dhënë Kurtit një shpresë për të qeverisur. Albin Kurti e di se frika vetme politike që ka quhet Ramush Haradinaj, ai nuk mund të afrojë, por mund të amortizojë ndikimin e tij duke marrë Fatmir Limajin. Në këtë mënyrë ai merr një pjesë të UÇK-s, ka shkruar në editorialin e tij analisti i njohur.